Unë si zakonisht ative droga, me lajfat e mia, me postimet e mia, me mundësit e mia, dhe me thonë që mundona mja jep dikujna një tardhme të mirë, për ata që dinë dhe që dojnë, edhe që e kanë një pse. Pse me ndryshu? Besoj që keni thonë vetit disa herë, pse unë po vuj, pse unë s'po kom fat, pse unë kom shumë pseha. Dhe me thonë, ju e dini psehin e juj. Unë i kom thonë ato, po flas prej vetes, dhe me thonë që kom thonë pse, o Zot, a është kjo jetë me këtë rutinë, dhe me thonë që duhet çdo herë me pas këtë stresin, e dini fort mirë që flas për stresin, stresi o faktori parë vdekje prus. Nuk i ko për familje, gjithmonë të ngu, gjithmonë të nga, gjithmonë edhe flejtun, edhe me hongër, me stres, ka lloj pse. Kështu që para 8 viteve e gjys, mu ka ofru kjo mundësi, më ka bo kureshtar kontabilisti. Edhe ku më ka pëlqy, kur më ka bo kureshtar, mu mas shumë ti që më ka pëlqy se ka thonë mundesh me punu kudo. Nëse që kjo nuk ju thot diçka, atëherë nuk e di mendimet e juja, ju i dini për veti, do me thonë ti don me ndryshu, e kini pse. Edhe qatë psehin, edhe andrën që ki për shamë mundesh me bu realitet. Për me pas ko për familje, për me pas ko për veti, mës me pas stres, me ko një lumtur, jo vetëm ti, po dhe krejt familja, për shëndetje Leo. Do me thonë edhe krejt familja jote me pas një jetë ma me kvalitet, për thamë, me pas luksoze, zakonisht, ju ofroj 2 partnerave, do me thonë jo vetëm femnave, po edhe mashkullin nëse është, do me thonë është mirë me konë me femnën e vetë, me partnerën e vetë, se funksionon ma mirë dhe kuptohen ma mirë. Nëse ti kuptohesh mirë me partnerin tënë, ki dëshirë për shembull me thonë po du një termin me pas me ty, me marrë ma shumë informacione, atëherë besoj që nuk gabon, nuk je i obligu me fillu me një herë nëse merë informacione. Kështu që ajo është hapi parë për ty. Do me thonë, e kini pse, po do me ndryshu. Ndoshta nuk je i lumtun me punën. Ndoshta nuk je i lumtun me kohën e lirë. Ndoshta nuk je i lumtun me pagën që e bën. Unë për veti kom thonë, nuk kom vlerë qatë sa po paguna. Do me thonë, mundin që pe bëj, kohën që pe hupi, stresin që pe bëj. Atëherë nëse të thot diçka, atëherë lirisht mundini me më shkru, i ndrojmë numrat e telefonit, ose flasim në Instagram, njëherë për me marrë informacione. Kështu që nëse dalë, jam ai personi që ju përkrahi edhe ju ri përmbas. Okej? Unë kom fillu para 8 viteve gjys prej zeros, besoj që edhe ti sot mundesh me fillu prej zeros, ose në kom fillu dhe prej minusit, nuk është e thane prej zeros, kështu që çdo biznes që bën njeri duhet me investu. Edhe çdo biznes që të ofrohet, ose që blejmë diçka, do me thonë është krejt biznes. Dikush shet për shembull patate, dikush shet këpuca. A ju ka ndodhë ndonjëherë në një dyqan të këpucave, me shkru nderë, nuk po ndihemi sot mirë, dyqani është i mbyllur. A ju ka ndodhë ndonjëherë? Jo. Do me thonë, ata duhet me punu prej të hanes deri të shtunden, dyqanet. Për me na ofru neve diçka që mundina të kënaqun. Kjo firmë ka, do me thonë, për krejt trupin, për krejt familjen, pa hemikali produkte, pa efekte ansore, do me thonë zavendësim të ushqimit, kur e thonë zavendësim të ushqimit, është zavendësim i ushqimit, do me thonë që s'mundemi mi marrë ato vitamina në për ushqime, edhe mundesh me udopsu shëndetshëm. Edhe mës me dëmtu as lukthin, as zorën e trash, as kur gjohë. Okay? Kur vjen fjala për bukuri, për me mbajt atë bukuri që ta ka falë Zoti, nëse si një që i adhuron dhimbtat edhe botoksin, atëherë jenë vendin në duhur. Ju kom tregu se e kemi pas maqinën lirim për shembull trajtimit. Aja prap vjen, nuk është e thoni tash me fillu me ato. Po, qysh duhet me fillu? Blen diçka për veti, 30% ma lirë. Automatikisht e merr numrin personal, automatikisht e merr licencën. Okay? Se nëse blejmë diçka X produkt, s'ka lidhje çka në dyqan, do me thonë ata nuk na japin neve licencën që me pas drejt dhe me përfitu. Kështu që këtu nëse fillon, është një firmë ndër më të mëdhajat, është një firmë ndër më të mëdhajat në Evropë që 40 vite është në treg. Është një firmë serioze që as vetë mendja nuk jo merr.
Se dhune në fillim ku më shku t'u prek, t'u këshyr, t'u provu, t'u thonë okej, a ban, a s'ban, apo funksionan, as po funksionan. Do me thonë, e kom testu edhe veten, i kom testu edhe produktet. Ato jënë testume, po do me thonë, i kom provu. Okej? Se na shumica thënë mi testu. Mi testu, i testojnë ata. I testojnë mjek, jënë prej dermatologëve, prej mjekve, kemi seminare me mjek që na mbajnë, qysh punon trupi njerit, qysh mundemi me mbajt balancin e trupit, me jetu shëndetshëm, do me thonë që na duhen mineraljet. Mineraljet janë shumë të mira për trupin e çdo njeriut. Okej? Kështu që mundesh me fillu prej zeros, nuk dihet ku mbaron. Krejt sa don ti. Po prap se prap e thom, gjithkush mundet me provu, gjithkush e ka një fund. Okej, më falni se një mesazh. Kështu që mundet me fillu, po krejt gjithkush e ka edhe një fund. Nuk don, nuk mundet, nuk din. Nuk don as me mësu, nuk do me zhvillu trunin, atër ngel me t'vjetrën. Do me thonë s'ki hup kur gjo. Me blej produkte, blej çdo herë, nëse ki qef mundi rahat, me pas një figur të mirë për shembull, nëse do me marrë diçka për shëndetin, mundesh me marrë për shëndetin. Nëse do me marrë diçka për bukuri, atëherë merr për bukuri dhe merr licencën. Ku është problemi? E di që shumica njerëzve blejnë në Amazon, i kanë krejt dhonat. Prej Amazon, do me thonë ki gjithshka ty mrenda, kinez, mall kinez, ka gjithshka. Këto janë 100% produkte bio-natyrale gjermane. Prodhohen do me thonë në Gjermani. Keni shans me pa dhe firmen, që tash jem kund premtën e kalume, kom pa me disa antar të ri, kështu që mundesh me konë edhe një prej tyne. Nëse thot diçka, du me ndryshu jetën, du me provu, mas pari me provu veten. Okej? Çfarë kapaciteti ki, sa do me jap, sa do me ndryshu. Ajo është vendimi është juji. Okej? Mundësin mu ju jap, sikur veç që ko marë para 8 viteve gjys, më ka bu kurështar kontabilisti tash, edhe sot jam shumë e lumtne dhe jam shumë e kënaqshme. E di që si cili person përdor produkte, te marrim shembull këto diellit. A e dini që dielli nuk ka qash agresiv, sa janë hemikaljet, kremat me hemikalje që i përdorin njerëzit. Do me thonë, këto krema janë pa hemikalje. Okej? Do me thonë se ma shumë ta dëmton likurin hemikaljet se dielli. Ti po qet krema për me mbrojt likuren, do me thonë pi jep hemikalje. A e dini sa hemikalje ti marim gjatë ditës në trupin tonë? Si pike par pasta e dhëmve, është me hemikalje. E dyta kremat, treta shamponat, kremat për trup, do me thonë. Gjitha që ka përdorim janë me hemikalje në x dyqane që i merni. Provojeni, keni me pa, nuk keni mu shgënjy. Kështu që unë kom fillu para 8 viteve, sot jem shumë e lumtne, ndina sikur një princesh, i kom gjithat për fundin i sheshirit, kom kohën e lirë, që është ma e mira, ma e vlefshmja, për kohë për familjen teme, punoj ku do me kondo, edhe shpërblena njëjtë sikur një mashkull. A e keni pa shumicën e firmave, mashkujt paguhen ma shtrejt, e kanë pagën orën, e kanë ma shtrejt, edhe se femnat. Pse? Pse me budallime? Te na është njëjtë. S'ka lidhje a burr, a gru. Me gjithë se munden edhe burri dhe gruja dytë me përfitu të njëjtë. Okej? Besoj që ma korekt nuk ka ku me shku. Kështu që thash, edhe po thamë ndina shumë e lumtne, edhe plus pagesën që e marë, për para i kom punu 2 puna edhe nuk ku mujt mu pagu aq mirë si kur sot. Okej? Do me thonë, s'kom pas kohë të lirë, kom pas stres, nuk jom pagu mirë, edhe nuk kom pas energji me shprej atë dashurin që kom pas për fëmijët e mi. Ju mundu me bo matë mirën për fëmijët e mi, kur kom fillu me këta, kur kom marrë të shumë a 1.000 euro me fitu, kom thonë, qka pas na hupun e deri tash? I kom thonë kontabilistit ku ishe ma heret, pse s'ma ki ofru këtë mundësi, po ndështë o kon fati, o kon dita, o kon momenti që për me arrit. Kështu që leqet qeshive që une, po qeshe dhe konto. Kur kitë holla, do me thonë, shtresit heket. Nëse të lyp gruja, diçka mi ble, nëse të lyp fëmija, diçka mi ble, je i detyrum ja ble, nuk kitë holla, nuk ta qet muji, do me thonë prit pari dhe me të parin kur e merë paga me shamull. Nuk
nuk ta qet mja plotësu dëshirën, ati për mrenda vun, pse s'ki mujt me bo atë ndryshim. Kështu që, nëse do me ndryshu, 190 shkallë, që shune kom ndryshu, firma është një firmë shumë serioze, ma e madhja në Evropë, do me thonë ndërmat mdojat në Evropë, në 32 shtete, 1300 punëtor janë, okay? Made in Germany. Nuk është made in Amazon, po made in Germany. Okay? Kështu që në 32 shtete thash, nëse jeton ato 32 shtete, mundesh me marrë këtë licencë edhe mundesh me fillu prej zeros. A blen patate, a blen qep, a blen çka do që të blen, ti nuk t'japin licencë. Kështu që te kjo firmë me licencën mundesh dhe ti mja ofru dikuj tjetër dhe me fitu. Për shëndetin thash kemi produkte për zavendësim të ushqimit, për bukuri edhe shminka ka, më falni, se shminka ti harova që edhe ato shumë të mira. Do me thonë kena edhe flege për krijt trupin. Ju përshëndes gjithve që po kyqeni, më falni, se jo të folë se kur po filloj mi lexu komentet, kthejna i lexoj komentet ma vonë, se tani po habitna. Për mbi të gjithat është shëndeti. Shëndeti. Do me thonë, e dini fort mirë që shëndeti është mbi të gjithat. Kur ja urojmë dikuj ditëlindjen, i thoj muri me ditëlindjen, inshallah me shëndet. Okej? Kështu që mundësinë e keni për me jetu shëndetshëm. E ka një kvalitet shumë të lartë, për shembull aloe verës, i ka Made in Germany vulen, e ka institutin, nëse e dini çka është, kur e merr çat vulen në institutit në Gjermani, do me thonë nuk mundesh me marrë me intervenca. Me kon një produkt Made in Kina, do me thonë mundesh me dyshu që vulen e ka marrë me intervenca. Në Gjermani nuk ki shans, okej? Edhe certifikatën e ka, dermatest është, do me thonë gjitha që në dermatest. Kështu që jënë edhe pa aloin, për shembull. Pa hemikalje, që ja vlen, i ki gjithat për fundin një shëshiret. Që ta për thonë. Është aloe vera që rritet në Meksik, vetëm gjelli merret dhe vjen në Hamburg me anije, prej Hamburgit vjen al Nordrhein-Westfalen, edhe aty prodhohet aloe vera, 6 llojet aloe vera i kena. Do me thonë ka aloe vera për fëmijë, deri në moshën 30 vjeçare, 40, okay? Do me thonë për tritunit, ka prej 40 vjetëve moshën, do me thonë që kanë problem me ishna, me gjandra tiroide, me tension të nalt, me lloj-lloj, me gjandra tiroide, thash më duket. Kena tjetrën për diabetin, nëse keni problem me diabetin. Tona kena tjetrën për imunitet, nëse ki imunin e do. Tona kena tjetrën për dietë, për diabetet thash, për tension të nalt, nëse ka dikush problem me kolesterol dhe me këto sende që ka borë në fjallë me vena, me kapilar dhe me arterja. Tona e kemi qaj kush ka infekcione, ka dikush që merr infekcione verës. Do me thonë pran verë vjesht, i kemi, është aj produkt. Qa kemi tjetër, do me thonë 6 lloje janë. Për eshna e thash në duket edhe për muskuj nëse keni problem. Tona është ilaçi më i miri që është për nervat, për qetësimin, për depresionin, për shumë sende. Do me thonë krejt janë bio natyrale. Kur flas, kur thon bio natyrale, janë dëpome prej mjekve edhe për shëndetin tonë. Pse unë jam gjithmonë e qetë? A keni pa? Shumicën e rasteve jam e qetë. Kështu që nëse doni edhe ju me kon kështu, thash shëndeti është mbi të gjitha. Okej? Do me thonë, dietës për shembull, është një ndjenje shumë e mirë, është një rrugtim shumë i mirë, do me thonë që e ki një ndjenje trupit që ndihesh rahat. Okej? Ndihesh rahat, i ki do me thonë gjithat, është një smart diet, është vegan, do me thonë, është laktoze free, gluten free, edhe merr vitamina. Do me thonë nuk hum vitamina, nuk e dëmton luktin, nuk e dëmton zorën e trasht, vinë gjithat prej mëngjezit deri sa vjen me flajt, janë tepër të shijshme, unë e kam problem çdo mëngjes me zgjedh shijet cilën me marr, se shkoj tu u thon vetë ta marr shto. Për maçinën kemi fol nduket edhe dje, se kemi pas ndjerim edhe dje, po s'ka lidhje, mundeni me marr me katrata, s'ka lidhje kur do, mundeni me thon po du me fillu për dietën, e merr licencën me dietës. Nëse do me fillu për bukuri, e merr licencën me ato të bukurisë. Nëse donë për shëndetin, e merr licencën me ato të shëndetit. Po nëse nuk donë me punu,
thush po du vetëm me blej për veti, atëherë nuk të obligon kur kush me punu. Shkollën e ki pa pare, do me thonë edhe nëse blejmë produkte për veti, atër pse mos më futu në shkollë dhe me marë informacione ma shumë për këto produkte. Okay? 1000 produkte jënë aty. Krejtën madhi në gjeme një. Okay? Parfimat për shembull një që e marrim në treg, jënë 8 deri në 12% ka vojt parfimit. Te na ka 12 deri në 25% vojt parfimit. Do me thonë ma original se originali. Nëse doni me pagu çmimin e shtret, nëse doni reklamen me pagu të firmes, nëse doni transporti, nëse doni me pagu qirane e dyqanit, nëse doni shicën me pagu, nëse doni ato që ka qitë në regal, atëhere merrni çfarë do parfimave që doni. Unë e blej direkt në fabrik edhe nuk paguj kur gjo për këto sende. Okay? Atëherë keni mundësinë edhe ju. Jënë parfimat fantazi, do me thonë nuk jënë eau de toilette, po jënë parfim original. Kur e qëtë dikush parfimin që aqesim këto, do me thonë e bojnë kështu, i thëmë mëse bës është original, parfim nuk guxon. Lerë vetë me adenën tonë dhe let lidhe, sa keni po parfimi nëse e qesë unë një parfim. Edhe të njëjti një aqes dikuj tjetër, të unë vjen era ndryshe, të ti vjen era ndryshe për shembull. Okay? Se është ajo ADN-ja jote, ajo likura, ato që e ndryshojnë edhe e merë që çdo në te. Do me thonë ti përfiton për çdo produkti që e merë. I merë 30% ma lirë. Okay? 30% ma lirë. Nëse ti thush unë po du mi blej si mishteri, atëherë ki mundësinë edhe ashtot, po unë përfitoj 30% ma lirë. Po nëse 30% fitoj, më falni, jo ma lirë, po fitoj. Po nëse ti do me thush, ok, po du me marë ku e merë te, atëherë ku e marë une produkti, po du me marë edhe une, atëherë ki mundësinë, mundesh me marë. Vendimi është jote, edhe kështu që i përfiton. Nëse a ofron dikuj tjetër, do me thonë edhe ma mirë është për ty se të mbesin falë. Përshëndetje gjithve, kryesisht sot është tema e biznisit. Okej, është fillimi i muajit, mundet me thonë dikush, okej, po du me ndryshu, jom lodh muajin e kaluar se që sa muaje jom asine, jom lodh me këtë rutinën e njëjtë. Kur është zakonisht e hanja, keni pasa njeri është nervoz, se mirë është shtundën edhe dillën që rinë, kanë ma shumë kohë të lirë, kështu që të hanëve të qysh krejt njerëz që të nervoz, edhe vetë jom po nervoz, e ku murrejt hanën. Pse të qysh nuk kanë fillu gjithmonë të martën bile, po prape kishim urrejt edhe të martën. Okej? E kishim urru edhe të martën. Urrejt, më falni. Kështu që keni mundësi me marrë dhe automobilet, okej? Nëse doni me marrë automobilin, do me thonë nëse ti fillan, thush, okej, po du me fillu për biznisin, po ja ofroj dhe 2 personave tjerë për biznisin, që me marë paketën e madhe, që e merë 50% ma lirë, atëhere mundeni mu bo se cili e merë një titullin e parë, edhe muajin tjetër mundeni me porosit automobilin që fare doni. Në Gjermani kemi VW, e kemi Audi, e kemi BMW, Mercedes, nuk e di a thash, jo më do këtë Mercedes nuk e thash. Do me thonë mundeni me vozit me një qmim shumë të vëleqen. Po nëse punoni, do me thoni merni edhe autobonus të mbet me 0 km me vozit. Okay? Me 0 km të mbet me vozit. E merë titullin e parë, e merë këta begjin, edhe s'ta hek mu kërkush atë begj, kështu që besoj që është e mirë. Punon kudo me këndo. Mundesh me punu me familjen tonë, nëse je me fëmijë në shtëpi plas, me fëmijën prehen, nëse del diku, nëse shkon në pushim, se shumica thojnë po shkojnë pushim, unë nuk thom po shkojnë pushim, unë po shkojnë rajze, do me thonë po shkojnë në shetit. Okej? Se pushim e kam të shtëpia jame. Kështu që besoj që me qartë. E thash edhe njëherë për përsërit edhe njëherë automobile, do me thonë Mercedesin, Audi, VW dhe BMW. Okej? Kena mundësi me vozit me 0 km, me 0 euro. Qysh, nëse ti intereson shkrujnë privat, tregoj ma qartë. Okay? Muajin e parë, nëse e bën, dytin e vërteton, do me thonë i merë 300 euro. I merë 300 euro. Muajin tjetër, nëse ju ndihmon të tjerëve në grupin tonë, për me arrit, do me thonë ti vjen të e shkolla tjetër, për me arrit të 1000 euro, ose ki 2000 euro. Nëse e bën tërmjet 2000 euro mi marë, do me thonë nëse i bën 2 orë, 3 orë në ditje, i investon për biznisin tanë, atëherë besoj që s'ki rabu. Okej? Të unë u kom problemi që unë ju mduf me ndryshu personalitetin tem, me forcu, me ndryshu, jo me jetu për dikën tjetër,
Tash nuk e kam problem, gjithkush e ka mendimin e vet, gjithkuna e akceptoj mendimet e tyne. Ndoshta edhe që nuk më pëlqejnë, thëm okay, mendimi është i tina. I njoh njerëzit sa kanë kapacitet, sa munden me bo, sa ka se ka dikush që i bot maj meqëm se papa, thojmë të na një fjallë popullore, ose bot president, hala pa fillu, nuk e din as qysh funksionon, mjek mend mu, atëherë e di që i thëm prit njerë, mëso, mos u ngut. Njerëzit që nguten nuk i du. Okej? E dini fort mirë që do me thoni fjallë popullore, kush ngutet, pika. Okej? Ju e dini për veti. Për marta e shuma me fitu ndërmjet 2.000 euro, është shumë e letë, nëse donë. Ai që donë mundet marrë deri te ajo, nuk janë 2.000 euro të vogla në ditë sotit, ndërmjet me fitu punën mbaje, nuk për të thotë kërkush me hu punën që e ki, investo 2-3 orë në biznisin tënd, atëherë shohim ku jemi mbas një vitit. Okej? Se s'mundet kërkush sot për nesër me arrit, se ka shumë persona që nëse nuk arrin muajin e parë lojnë krejt. Thojnë s'ka ka kur gjo kjo punë, ko ka mashtrim, ko ka rent, ko ka bla 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 bla. Do me thonë ka shumë. Po kur mëson njeri, kur lexon njeri, kur ndigon njeri, kur e ka një pse, kur e ka një qëllim, mundet me arrit njeri, vetëm nuk duhet mu dorëzu. Dorëzimi është humps, gjithmonë një humps nëse dorëzohesh. Okej? Erlebe deine Traumreise me këtë film. Do me thonë, nëse ti fiton edhe partnerin e mërë me veti. Ose partneren. Okej? Një pushim që ndështë asprin dyt nuk ta ka dhuru me 5 yje hotelin, all inclusive, edhe ma tepër se ultra all inclusive është, do me thonë se shkon me një shoqnit mirë, knaqesh, nuk shkon me pushu, po është rajze. Rajze i thojnë udhtim. Udhton me shoqnin tënde, me njerëz që kanë qëllime, që kanë ëndra, që ndryshon ti për veti, edhe kështu që knaqemi, krejt knaqemi. Okej? Ka party, ka evente, do me thonë që janë ekstravagante. Unë për veti kur kum shku herën e parë, mendojsha që jam shku si kur Oska Falajnë që thojnë. Adin me atë pine, koq, me prit me shampanjca, me sokat protokollit, ose me do me thonë me atë pritjen, me fistona gjatë, veshun elegant, bukur, kur del mbyne, wow, krejt salla, do me thonë që t'aplauzon, është ki vlerë ma shumë, me ndin vetën që ki një farë vlerë ma të madhe, ma të mirë, okej? Kështu që, përshëndetje, më falni, veç ta shkëtena i lexoj komentet, vetëm ta kry qëto, kuptojmë një mirë, okej? Na ju ndihmojmë juve, okej? Ju ndihmojmë, nuk ju lojmë vetën. Do me thonë që mbram dikush më ka shkru në ora pak para 12-ve, tham falë që të kum shkru voni, thash jo nuk është vonë, të kum thonë shkryem kur dush. Edhe u mundova me shkrymja spjeguce, rrët, edhe u krya i problem. U kuptum, edhe krejt në regull, okej? E ki pëzënli ke coaching, do me thonë e ki personal një coaching që shqipë shqip, nuk e di, a i thojnë edhe shqip që është të njej, e ki shkollën, e ki materialin që ka duhet për fillim, që i merë, edhe trajner, bravo Leo, faleminderit shumë. Do me thonë e ki trajnerin personal. Okej? Do me thonë që nuk të mbet vetu. 24 orë mundesh mi shku lirish, veç nëse është në gjumë, se normal që dhe na duhet me flajt, edhe ti ki me flajt dikur. Okej? Kështu që nuk e di çka mujmë ju tregu tjetër, mujmë u kthy mi lexu komente. Edhe nëse do me bo karierë, do me thonë e ki shkallën e parë, shkallën e 2, 3, 4, 5, 6, 7, desa të bosh president. Nëse bosh president, do me thonë e ki pa kufi, fitimin, edhe e mira është që e merë bonusin e 13. 80.000, 90.000, 100.000, 120.000, 170.000, krejt në varet sa aktiv je, sa nuk je dorëzu. Okej? Do me thonë se çdo biznes, normal që do në mund, edhe do në qëllime. Nuk dënë mu asi, se ne kena një problem kër e shojmë dikën që është i sukseshëm, me njerë filloj me ofendu, ose mi thoni ka bu me asine, i ka bu me kësine, po kërkush nuk e din qysh ka arrit, okej? Unë jam shumë serioze, e keni pa dhe vetë, dhe më thonë shumica njerëzve shkruajnë privat, për nuk ja hapi privatin. Nëse e ka seriozisht, ja dalloj edhe shkrimin, qa ka shkru edhe qysh ka vetë, okej? Ju kom thonë s'disa here, ju jepi numrin e telefonit të burit, ju që jeni mashkuj, flasim aty të buri njëherë, deri sa të vendosni, nëse vendosni, i ndrojmë numrat e telefonit, se jam ma se serioze, okej?
se s'kom hi me mashtru kërkan, edhe nuk e kom njetë me mashtru kërkan, se imazhin tem nuk e prishi për 1 milion euro. Okej? Imazhin që e kom bonit e kjo firmë, që më njohin, që më respektojnë, edhe që e di që a kom dorë, edhe që mbron mu, do me thonë që punon për mu, 1300 punëtorë zgjohen çdo mëngjes dhe punojnë për mu, edhe për ty, atëherë nuk e di çush me folën e mashqip. Okej? Edhe e mira është që mundesh me alon testament fëmijës tënë, nëse jeton 90 vjet. Pas 90 vjetëve, aty ku ki arrit ti, ja lën fëmijës tënë testament. Nuk e di çka ka me thonë tjetër. Nëse keni pyetje, mundeni me më shtru këtu pyetje, nëse nuk doni këtu, mundeni me më shkruaj privat. E dini Instagramin, e kom thonë s'disa herë, nëse nuk e dini ta shkruaj, e keni @Draga. Okej? Që shkruhet, nëse dikuj na intereson ja u shkruaj, flasim aty një herë, vendosni, merre partnerin tonë ose partneren tonë, ulem flasim bashkë se sa njerëzit që kanë biznise, që kanë qëllime, besoj që duhet më kollë shumë ma mirë funksionon nëse dytë bashkë foljen. Okej? E kanë një komunikim të shnosh, kuptohen njëri me tjetrin, edhe atëherë mundesh më koni suksesshëm, ose e suksesshme. Nuk ki me hub kur gjo, me blen ashtu kështu X produkte në treg, kështu pse mos mi marr bio natyrale, pa hemikalje, zavendësim të ushqimit, dhe me thonë që nuk e dëmton trupin ton kur mban dietë. Okej, me pas një figurë të mirë, gjithat i ki për fundin i sheshirit, unë për veti jetoj sikur një princesh, kështu që kom qef me nda edhe me dikën tjetër, jemi ma të fort, jemi zbashko, edhe kështu që e arrim qëllimin zbashko. Kështu që ju përshëndes juve trive që keni hi, faleminderit shumë për kohën që po merrni, faleminderit për lajkat që po bëni.